imponimi, diktati, ashtu siç funksionojnë brenda partisë vet. Më shumë ju ka shërby militantëve të Facebookit. Që keni pa edhe deklarimet për LDK-n, por edhe të tjera të situatës. Janë deklarata dëshirore të zotrit Kurtit, pa dashur që të përballet me realitetin, ajo që kërkohet edhe si pjesë e vendimarrëse politike, siç duket, ndoshta është e përsëritur, por kjo është logjika e lëvizjes dhe vendosjes. Imponimi, diktati, ashtu siç funksionojnë brenda partisë vet, mendojnë që duhet të gjithë skena politike ose subjekte tjera të nënshtrohen. Kjo është e papranueshme, nuk ka logjik. Këtu nuk jemi për dëshira personale dhe ambicie personale të individëve të caktuar. Këtu jemi për t'ju shërbyer qytetarëve dhe të përbërë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Pritshmëritë e juaja për seancën sot? Nuk ka pritshmëri, nuk ka asgjë pritshmërie, vetë deklarimet e zotit Kurtit tregojnë që ai nuk është interesuar për formimin e institucioneve të reja, ashtu siç nuk ka qenë interesuar 4 vite të marrë përgjegjësi dhe të jetë tamam kryeminist i Republikës së Kosovës. Më shumë ju ka shërby militantëve të Facebookit, dhe kjo është edhe gjendja edhe ekonomike, por edhe në përgjithësi edhe integruese e Republikës së Kosovës fatkeqësisht në këtë qeveri e cila do duhet ishte në ndërheqje, por nuk po di ma janë deputet apo janë ministra apo kryeministri. Zoti Kurti tha se nëse opozita beson që nuk ka 61 vota për qeveri, le ta sfidojmë me zgjedhjen e kryeparlamentarës, edhe nëse beson se nuk e voton askush Albania Xhiu, le të sfidohet me votimin e fshehtë. Po kjo është tepër e parëndësishme të thuhet, ne nuk jemi këtu për të sfiduar, ne jemi këtu për të bërë zgjidhje. Këtu e lojë fjalësh, po e them edhe një herë, këtu janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka 61, pse nuk e zgjedh atëherë kryetaren ose kryetarin e kuvendit. Andaj më shumë është demagogji, është populizëm sa për të shpërlar vetveten, se sa për të bërë zgjidhje. Nëse janë 61 deputet që janë të gatshëm ta zgjedhin kryetarin të cilin e ka propozuar lëviza vendosje, atëherë mund të ndodhë. Ne shohim që nuk po ndodh dhe nuk janë ata numra. Për ato tema tjera, marrëveshje të tjera, e thash edhe një herë, por përsëriti është në logjikën e njëjtë të funksionimit të lëvizjes së vendosjes.